Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, në kampionatin kombëtar të debatit, në këtë edicion të 8, i cili zbatohet nga organizata Liburnetik, padyshim me mbështetjen e atyre që bëjnë të mundur në nivel financiar dhe padyshim edhe përsa i përket stafit tonë që kemi si organizat në realizimin e këtij projekti. Do doja pak qetësi se jemi në një ambient vogël edhe zhurmat mund të jenë bezdisshë. Ky kampionat këtë vit ka një mbështetje të re, sepse kampionati i këtij viti mbështetet pikërisht nga projekti i GIZ Albania, BE për ekonominë qarkulluese dhe qytetet e jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Dhe jo më kot, të gjitha tematikat që do të trajtojmë përsa i përket debateve dhe paketave kërkimore janë të fokusuara tek ekonomia qarkulluese, tek disa elementë që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, si mund të përdorim sa më mirë element që e ruajnë atë dhe i japin vazhdimësi edhe jetesës sonë në përditshmëri. Kështu që i gjithë ky debat ka një fokus të veçantë dhe padyshim të veçanta janë edhe skuadrat që bëjnë pjesë në kampionat. Dua të përshëndes për herë të parë shkollën Didin Bishani, e cila vjen nga Kuriani i Roskovecit, një duart orkidje. Ndërsa në krahun tim të djathtë kemi shkollën Janaj Shkilica, prej 8 vitesh tashmë është pjesë e kampionatit kombëtar të debatit, një vit ka qenë edhe fituese e këtij kampionati, shumë sukses edhe për ju, një duart orkidje edhe për shkollën tjetër. Dhe ju e dini që formati ka dhe një trup gjykuese. Sot na janë bashkuar Eugena Gjoka, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, po kështu Qamile Caca, e cila vjen rikthehet në këtë edicion pas mungesës që kemi pasur vitin e kaluar, po kështu asistente pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti Filozofim, kanë thënë që duhet ta citoj, dhe Eliverta Muçe, e cila vjen nga organizata Liburnetik, pjesë e skuadrës gjykuese prej 8 edicionesh tashmë. Për ata që nuk më njohin, unë jam Niko, Krishtin Klako, kështu zyrtarisht, drejtuesi i organizatës. Faleminderit, unë jam prej 8 vitesh pjesë e këtij kampionati, kështu që jam shumë i lumtur që ndodhem përballë jush sot. Debati i parë do të jetë debati i skuadrave, jo më kot unë ju pyet edhe pak më parë që a është i qartë formati, sepse në këtë debat të parë të 8 anëtarët e skuadrës do të kenë mundësi që të japin argumentat e tyre dhe përballë një teme e cila ka të bëjë me ekonominë qarkulluese, por më së pari ne do të zbulojmë temën për cilat 2 skuadrat do të debatojnë, kështu që do të ftojnë një nga anëtarët e skuadrës së Roskovecit, Didin Bishani. Hajde, Mariola. Këtë vit kemi ndryshuar formatin, jemi me zarfe, këtu. Nuk ka zarf të zi ose të kuq, ka vetëm zarfa. Okej. Faleminderit. E lexojmë temën bashkë. Roli teknologjisë, mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese. Pra, tema e parë për cilën do të debatojnë 2 skuadra do të jetë roli i teknologjisë, mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese. Është e qartë tema? Shumë mirë. Tani do të bëjmë përzgjedhjen e qëndrimit që do të mbajnë skuadrat. Hajde Tartan. Këtu. Shkilica do të mbajë qëndrimin kundër në debatin e parë, ndërsa shkolla Didin Bishani do të mbajë qëndrimin pro. Okej? Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Mirë, do të vijmë tani me debatin e parë, debatin e skuadrave. Të 8 anëtarët do të flasin, siç e thamë edhe më përpara. Do të fillojë skuadra që mbajnë qëndrimin pro. Këtë shoh që kemi grup vajzash, kemi parasysh vetëm diçka, që skuadra Janaj Shkilica kur ka fituar kampionatin për herë të parë kanë qenë vetëm vajza, kështu që mund t'ju ngrohë kjo gjë. Pak më pozitiv dhe pak emocione.
nuk ka mendime të gabuara, sikurse nuk ka dhe argumente të gabuara. Mjafton të jeni të përgatitur, atë që keni mësuar, mundoni të arsyetoni dhe t'i përgjigjeni padyshim kundërshtarit në këtë rast në thonjza, por do bëjmë një debat bukur dhe konstruktiv, sikurse është dhe qëllimi i këtij projekti. Mirë, kur dëgjoni të zilen, do thotë që duhet ndërprisni fjala. Mirë? Është e qartë? Sukses. Përshëndetje të gjithëve, jam Ariola Miraj, studioj në shkollën Didim Bishani, klasa 11. Ju uroj suksese skuadrës kundërshtare dhe gjithashtu skuadrës sime. Për sa i përket temës roli teknologjisë, mundësia apo rrezik për ekonominë qarkulluese, mendoj se teknologjia kohët e sotme po luan një rol pozitiv për sa i përket ekonomisë. Teknologjia po krijon benefite të reja dhe gjithashtu mund të operojë në përmirësimin më të thellë të ekonomisë qarkulluese. Teknologjia u jep mundësinë individëve dhe gjithashtu bizneseve të informohen sa më shpejt për rolin pozitiv ose negativ që ata mund të kenë në mjedis dhe se si ata mund të kontribojnë në zhvillimin e një ekonomie sa më të qëndrueshme. Gjithashtu, platforma digjitale janë bërë të mundur fal teknologjisë, gjë e cila na ndihmon në përmirësimin më të thellë të bizneseve të shumta. Faleminderit. Atëherë shumë faleminderit për argumentin tuaj dhe dëgjova shumë me kujdes. Por jam pjesërisht dakord deri në një pikë, sepse në qoftë se teknologjia nuk mund të menaxhohet në mënyrë të kujdesshme, atëherë mund të sjellë shumë probleme. Këtu kemi greenwashing. Le të jemi të sinqertë, greenwashing është kur një kompani mashtron konsumatorët e saj duke i thënë se jemi të qëndrueshëm, jemi eco-friendly, por me të vërtetë nuk janë. Këtu kemi shembull konkret dhe më klasik ku është Volkswagen. Në 2015 ajo pranoi se mashtronte në testimet e saj të emetimeve të dioksidit të karbonit, duke vendosur një software në motorët e saj. Dhe mund të indikonte më pas kur ishte duke nënshtruar testimeve të ndryshonte performancën e saj. Kemi pas Amazonin. Sipas Greenpeace, në 2021 Amazon prodhoi 465 milion kilogram plastik. Është një numër shumë i madh, nuk mendoni kështu? Gjithashtu Amazon premtoi se deri në 2040 ajo do të kishte zero emetime, por deri tani e ka rritur me 18% emetimin e saj. Dua të përfundoj me Ellen Matthew. Faleminderit. Po atëherë edhe unë dëgjova me kujdes argumentin tuaj, por doja të kujtoja që tema është roli i teknologjisë, është mundësi për ekonominë apo rrezik? Përshëndetje, unë jam Targam Alokaj, si s'ka dhe parafolsi, pra ne duhet të dimë apo të përcaktojmë dhe caqet që duhet ketë teknologjia në ditët e sotme. Ajo është një aset tepër e rëndësishëm, por në vetvete teknologjia përbën edhe një rrezik të madh për shkak se konsumi i lartë energjetik por dhe gjurmët e karbonit janë evidente në ditët e sotme. Teknologjia, siç mund të përmendi, nuk është e fshehur nga një kosto mjedisore, për shkak të vetë faktit se shumica e qendrave të digitalizuara etj harxojnë një pjesë të madhe kolosale të energjisë elektrike në botë. Qendra informative e komunikacionit, pra dhe ICT-ja ndryshe, harxhon rreth 4% të energjisë elektrike botërore, por gjithashtu ajo përbën rreth 1.5% të emetimeve të dioksidit të karbonit. Siç e din fare mirë, një nga elementet kryesorë të prodhimit të energjisë apo gjithashtu dhe të humbjeve është edhe prodhimi i kriptomonedhave në varësi të ekonomisë decentralizuar, siç është ajo e Bitcoin dhe kriptomanik. Pra ky proces harxhon një sasi të madhe të energjisë ku SBA-ja gjithashtu është një nga kandidatët kryesorë. Faleminderit. Avantazhet që teknologjia i sjell ekonomisë qarkulluese janë të shumta. Ajo është një ndihmës e madhe për biznese të ndryshme dhe ndihmon rregullisht në përmirësimin e ekonomisë, në zgjerimin, në zhvillimin e saj, duke e bërë më efikase, më të vlefshme.
Atëherë përshëndetje, unë jam Jorgito Nako dhe dëgjova me vëmendje argumentin tuaj që roli i teknologjisë është një ndihmës për bizneset, përmirësimin e ekonomisë dhe zhvillimin, por jam pjesërisht dakord me këtë, pasi ai jo gjithmonë e promovon zhvillimin e ekonomisë qarkulluese në treg. Më vlen ta theksoj se pamjaftueshmëria e produkteve të para çon në një rënje në shkallë masive të teknologjisë qarkulluese, pasi shumica e produkteve të para, siç është litiumi, i cili gjendet në bateritë e makinerive të ndryshme që përdoren për procese të ndryshme teknologjike, janë shumë të rralla dhe gjenden në natyrë pjesërisht, dhe më vlen të theksoj gjithashtu se më pak se 1% e tyre janë të ripërdorshme dhe më pas kthehen në natyrë si mbetje të panevojshme. 90% e tyre menaxhohen nga Kina dhe 60% prodhohen prej tyre. Pra kjo është një shkallë shumë e ulët e si të themi një avantazhi në ekonominë qarkulluese. Faleminderit. Përshëndetje, e dëgjova me vëmendje dhe kundër argumentin tuaj. Teknologjia krijon mundësi në zhvillimin e bizneseve të reja që operojnë në ekonominë qarkulluese, duke nxitur kështu inovacionet apo dhe krijimin e vendeve të reja të punës në Shqipëri, por edhe në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian, bizneset janë ngritur mbi idenë e riciklimit apo dhe të ripërpunimit të mbetjeve. Për shembull, në Suedi, kompanitë përdorin teknologjitë për riciklimin e rrobave të vjetra dhe krijimin e fibrave për prodhimin e tekstileve të reja, duke reduktuar kështu edhe mbetjet nga industria e modës. Ndërsa në Shqipëri, edhe pse ekonomia qarkulluese është ende në vazhdim, pra në zhvillim, ka nisma që përdorin teknologjinë për reduktimin e mbetjeve dhe krijimin e vlerave të reja. Shembull këtu është edhe kompania e riciklimit, e cila përdor makineri të specializuara me anë të riciklimit, pra duke bërë të mundur edhe procesin e riciklimit, ndarjen e burimeve apo edhe identifikimin e tyre. Përshëndetje, unë jam Vesela Behaj dhe i dëgjova me vëmendje ato argumentat që ju sapo thatë, por nuk jam plotësisht dakord, pasi për mua teknologjia është një rrezik për ekonominë qarkulluese, pasi ajo sjell mbetje elektronike, të cilat vijnë si mbetje nga telefonat, kompjuterat dhe shumë pajisje të tjera të cilat ne i përdorim në përditshmëri. Këto produkte nuk janë plotësisht të riciklueshme, por ka edhe disa të tjera të cilat mund të rikuperohen dhe të përdoren përsëri. Për sa i përket riciklimit, që ju sapo përmendët, i cili ishte i specializuar, do të thosha se në vendin tonë riciklimi bëhet në vende të cilat kanë ekonomi të ulët dhe kushtet nuk janë të favorshme, pasi nuk kemi kushte për të mbrojtur njerëzit dhe kjo vën në rrezik edhe shëndetin e njerëzve. Gjithashtu, kjo ndikon edhe në mjedis, sidomos domethënë do të mjedisin. Faleminderit. Përshëndetje. Bie shumë dakord me mendimin që ju sapo thatë, por dua të theksoj një mundësi që teknologjia ka për ekonominë qarkulluese. Atëherë, teknologjia sjell modele të reja biznesi, siç është modeli produkt shërbim. Këtu po marr një shembull, Rent the Runway, e cila është një platformë online ku klientët mund të marrin me qira veshje apo aksesor të firmave të njohura. Pse ka kaq shumë benefite kjo platformë? Sepse pakson numrin e veshjeve të cilat blihen dhe përdoren vetëm një herë. Promovon ripërdorimin në vend të konsumit të tepërt dhe ndikon në nivelin e uljes së mbetjeve të tekstilit, që është një nga ndocit më të mëdhenj sot. Tjetër, platforma e ekonomisë së ndarjes. Airbnb është një platformë e cila mundson dhënien me qira të dhomave apo shtëpive. Kjo platformë zbaton një parim shumë të rëndësishëm për e cila ekonomia qarkulluese mbart. Atëherë, përshëndetje, unë jam Daniela. Atëherë, vërtet thatë që teknologjia ka avantazhe dhe sjell modele të reja, por ama kemi dhe teknologji të cilat përdorin plastik një përdorimshme dhe fast fashion, të cilat e dëmtojnë ekonominë qarkulluese. Ne flasim shumë për përparësitë e ekonomisë qarkulluese, por shpeshherë pasojat ngelin harres.
Atëherë ekonomia qarkulluese nuk mund të lëmë pa përmendur që sjell efektin rebound. Sipas një raporti të bërë nga OECD-ja, efekti rebound përkthehet me një rritje të kërkesës për një produkt, gjë që bën që oferta për këtë produkt të ulet dhe ky produkt të mbiprodhohet, dhe normalisht mbi konsumohet. Pra, mbi konsumimi është vërtet e mbron, e rrit ekonominë qarkulluese apo e dëmton? Faleminderit. Përshëndetje. Zakonisht tani përdorimi i teknologjisë në kompani është një gjë shumë e mirë, pasi mundet të kemi kontrollin e produktit, që nga prodhuesi deri tek konsumatori final. Mund të kemi ulje, domethënë, të shpenzimeve duke përdorur blockchain. Sipas një studimi të IBM, kemi që 70% e kompanive e përdorin blockchain dhe kjo sjell tek ta një përmirësim, gjithashtu dhe një ulje të shpenzimeve. Pra, është një ndihmes tek kompanitë. Pra, nuk mundemi do ta imagjinojmë veten pa teknologjinë tek kompanitë. Përshëndetje, unë jam Andrea dhe jam plotësisht dakord dhe me mendimin tuaj që teknologjia ka shumë avantazhe, por duhet vënë re se kur teknologjia përdoret për të treguar se gjithçka po riciklohet apo po ripërdoret, ajo krijon ndjenjë të rrem ekosigurie. Njerëzit prirën të konsumojnë më shumë duke menduar se teknologjia do të zgjidhë gjithçka. Dhe këtu hyn një fenomen shumë i rëndësishëm psikologjik i njohur si liçenca morale. I studiuar për herë të parë në korrekt të vitit 2001 dhe i publikuar në artikullin me titull Kredencialet morale dhe shpreha e paragjykimit, ky fenomen është më i përshtatshëm se s'ka për këtë temë. Domethënë se një person i cili bën diçka që paragjykohet ose mendohet si e mirë, për shembull në rastin ton, përdor në mënyrën e duhur koshet e riciklimit, ai ndihet i liruar më pas nga detyrimi për të vepruar në mënyrë të qëndrueshme. Kjo bën që teknologjia jo vetëm mos ta ulin konsumin, por të justifikoja të mendjenjen e fajit të futur. Pra kjo nuk është një ekonomi qarkulluese. Kjo është një formë konsumi e mbuluar nga ndjenja morale të vështirë. Faleminderit. Përshëndetje. Atëherë doja të thoja se mjetet e teknologjisë ndihmojnë gjithashtu dhe në rritjen e efikasitetit dhe uljen e kostove. Gjithashtu kemi dhe programe të tilla si ERP. ERP është një program i cili ndihmon në rindërtim, por gjithashtu dhe ndihmon në koordinimin e planeve të kompanive. Kemi sistemet si CRM, të cilat janë sisteme që ndihmojnë në menaxhimin e marrëdhënieve me klientët. Ata ndihmojnë me anë të teknologjisë, përmirësojnë ofertat dhe kërkesat duke ndihmuar gjithashtu nga AI, pra inteligjenca artificiale. Kemi vendimën pra që na ofrojnë vendime biznese dhe partneritete të ndryshme, dhe kemi dhe platformën peer-to-peer, shkëmbime mes njerëzve, e cila ka prodhuar shumë benefite kohët e fundit dhe nuk janë ndjerë të zhgënjur. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Simona, e dëgjova me vëmendje atë çfarë ju thatë. Megjithatë, vlen të theksohet edhe fakti se përdorimi i inteligjencës artificiale apo teknologjisë robotikës po zëvendëson gjithnjë më shumë punën njerëzore. Edhe pse kjo mund të duket si diçka produktive, në të vërtetë mund të jetë një rrezik shumë i madh për të gjithë njerëzit të cilët kanë aftësi që mund të jenë të mesme ose të ulta. Gjithashtu doja të theksoja se sipas Forumit Ekonomik të Punës, i realizuar në vitin 2023, pritet që deri në 2027 rreth 83 milion vende pune të zhduken, 69 do të përdorin inteligjencën artificiale, por 14 milion vende pune do të zhduken tërësisht. Pra është një disbalancë e frikshme. Gjithashtu ka shumë sektor që do të preken, duke përfshirë këtu dhe riciklimin, ripërdorimin, por edhe transportin. Prandaj të gjithë ata njerëz të cilët nuk kanë kualifikimin e duhur apo aftësitë e duhura, mund të mos përfitojnë nga kjo ekonomi moderne ose nga kjo teknologji moderne e cila ofron inteligjenca artificiale dhe robotika. Faleminderit.
Atëherë përshëndetje, unë quhem Driola. Atëherë mundësia për ekonominë qarkulluese është e madhe sepse ndihmon në zhvillimin e brezave të reja, ka avantazhet e saj në përdorimin e platformave digjitale, si për shembull inteligjenca artificiale, e cila ndihmon njerëzit në çdo fushë, ju jep ide të reja në temat e kërkuara nga ta. Përshëndetje, unë jam Fiorella, ju dëgjova me vëmendje nga fillimi dhe deri më tani, dhe dëgjova tek përmendet avantazhet dhe hapësirën e lirimit të vendeve të punës me anë të teknologjisë. Padyshim që teknologjia hap rrugë të reja zhvillimi, por nga ana tjetër nuk mund të lë pa përmendur fakti se krijon një hendek të madh digjital, si edhe mund të përforcojë pabarazitë zhvillimore ekzistuese. Një nga problemet kryesore është mungesa e aksesit në internet, pasi nga njëra anë kemi vende me të ardhurat të larta, në të cilat 90% e popullsisë kanë aksesin në internet. Ndërsa nga ana tjetër kemi vendet me të ardhura më të ulta, ku vetëm 25% e popullsisë mund të përdorë internetin. Ky hendek i madh digjital është shqetësues. Nga ana tjetër, sipas studimit, 2.6 miliard njerëz në botë do të mbeten jashtëtoje, duke mos përfituar asgjë nga kjo ekonomi qarkulluese. Gjithashtu, kjo do të përforconte edhe më tej varfërinë. Digitalizimi i teknologjisë vërtet hap rrugë të reja zhvillimi, krijon shumë aspekte pozitive, po nga ana tjetër mund të përballemi me pasojat, dhe një ndër to është një privatësim më i gjerë nga kompanitë. Faleminderit. Skuadra, do të vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë debat do të kemi Mariolën dhe Tartanin. Për një nga temat që neve i kemi përzgjedhur të reja, tema janë të reja, po janë tema spontane, pra janë tema që mund t'i trajtojmë lehtë në përditshmërinë tonë dhe që na prekin padyshim si të rinj që jemi. Kështu që do të ftoj tani Tartanin të bëj përzgjedhjen e temës. Në Shqipëri suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa nga aftësitë. Okej. E lexojmë edhe një herë temën, faleminderit mund t'ulesh. Në Shqipëri suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa nga aftësitë. Pra nga njohjet, me pak fjalë, jo nga meritokracia, por nga sa kemi mirë tjetrin, e kupton? Mirë, hajde bëjmë përzgjedhjen e qëndrimit që do të mbaj. Mariola, tu? Mariola do të mbaj qëndrimin kundër, ndërsa Tartani do të mbaj qëndrimin pro. Faleminderit, mund t'ulesh. 7 minuta kohë përgatitore për të dy liderat. Edhe në debat, antarët e tjerë të skuadrave mund të ndihmojnë liderin, që do të thotë gjatë ndërhyrjes së videot. Mirë, bëhemi gati tani të fillojmë debatin e dytë, debatin e liderave, në këtë përballje midis Mariolës dhe Tartanit. Përse i përket temës, në Shqipëri suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa nga aftësitë. Pro do të jetë Tartani, kundër do të jetë Mariola. Në këtë debat të dytë do të keni maksimalisht 2 minuta ndërhyrje, 4 herë në total. Në momentin që e keni përfunduar ndërhyrjen, që mos ndjeni dhe në siklet, faleminderit, ky ishte argumenti im dhe vazhdojmë me ndërhyrjen tjetër. Mirë. Shumë suksese, mund të fillojmë. Duke përcaktuar dhe treguar dhe thelbin e temës, ky sistem në vetvete ka përcaktuar rrënjë të thella të një degradimi pseudopolitik, por dhe moral, ku gjithmonë në Shqipëri indinjohen persona të ndryshëm pavarësisht aftësive të tyre personale, përsa i përket largohen nga puna apo dhe kërcënohen, sidomos gjithashtu dhe me këtë aspekt profesional, duke mos i dhënë gjithashtu relata të ndryshme, por dhe në varësi të marrëdhënieve që mund të kenë të tjerë dhe që ata mund të krijojnë me njëri tjetrin, gjithmonë këto kanë përcaktuar dhe më pas zhvillimin e nënteshëm profesional të një karriere, si mund të themi dhe mund ta quajmë të ashtuquar fiktive. Niveli i korrupsionit në Shqipëri është një nga më të lartat në Europë dhe duhet të theksuar ky fakt, për shkak se Shqipëria mund të zëjë një pjesë tepër të madhe. Në këtë mënyrë tregojmë interesat personale të pushtetarëve, të cilët kanë përcaktuar dhe kanë funksionuar vetë pushtetin në një sistem
financiar, ku është bërë dhe përkundër një aspekti alogjik, është treguar gjithmonë ky hendeku moral për sa i përket buxhet shtetit apo fondeve publike të cilat nuk miratohen dhe shumica e tyre përdoren edhe për këto interesa personale. Pra, duke treguar dhe një nga zhvillimet më të fundit siç kemi, pra jemi në prag zgjedhor, në datën 11 maj zhvillohen dhe zgjedhjet vendore aktuale në Shqipëri, duke marrë dhe informacione apo duke pasur dhe statistika nga dy partitë kryesore dhe forcat më të mëdha, të cilat janë Partia e Djathtë Demokratike dhe ajo e majtë socialiste, tregojmë se zhvillimi i primareve ka qenë thjesht një proces i cili nuk ka përcaktuar futjen në listat e deputetëve, ku vetëm 19% e këtyre deputetëve nga platforma deputeti që duam apo dhe nga primaret janë futur në këto lista. Pra, jo nga aspekti, nga zhvillimi profesional të cilin ata kanë, po ata futen në parlament thjesht për të treguar ato lidhjet apo relata të cilat mund të kenë me persona që përcaktojnë. Dhe faleminderit. Dëgjova më shumë vëmendje kundër argumentin. Dëgjova me shumë vëmendje kundër argumentin e liderit të grupit kundërshtar. Unë mendoj se aftësia gjithmonë do të dalë në pa. Një njeri i cili di dhe e gjen gjithmonë një rrugëzgjidhje për të qenë i suksesshëm dhe për të arritur ambicjet e veta. Një opinion imi është që punësimi nga marrëdhëniet shoqërore është një fenomen i cili nuk duhet të ndodhi, pasi ka shumë njerëz të cilët kanë aftësi të shumta dhe në nevojë të cilët e meritojnë punësimin që ata kanë njerëz të cilat kanë aftësi dhe në nevojë të cilët e meritojnë punësimin që ata nuk kanë nga lidhjet familjare apo nga punëmarrësit. Në qoftë se ky i fundit nuk është i aftë, domethënë ta kryejë atë punë, atëherë ai duhet të dënohet me ligj për korrupsion ose për rishfetet që ai mund të marrë. Pra, unë dëgjova me vëmendje dhe argumentin e parafolësit dhe mund të përcaktoj se nuk është legjitime gjithmonë që një ligj përkatës të vihet në zbatim, sidomos edhe në këto dispozita që jemi në jetët tona të përditshme. Ne vëmë re se Shqipëria ka mungesë të theksuar ligjes. Këtë e përcakton edhe mos integrimi apo futja dhe iniciativa që mund të kemi në Bashkimin Evropian. Një nga elementet kryesor apo një nga shantazhet publike e cila është përcaktuar edhe në media në vitin 2021 dhe është aktuale edhe në ditët e sotme janë incineratorët. Pavarësisht VKM-s të marrë në vitin vendimit të Këshillit të Ministrave të marrë në vitin 2014, kushtet mjedisore dhe nismat kryesore edhe nga autoritetet publike që janë bërë nga viti 2020 deri në vitin 2035 nuk kanë përcaktuar, për shkak se rreth 136 milion euro nga buxhet shteti janë përcaktuar pra për djegjen e këtyre burimeve të ndryshme apo mbjetjeve të biodegradueshme për prodhimin e energjisë elektrike. Por në vetvete kjo ka shtuar edhe sipas legjislacionit, ka treguar se nëpërmjet këtij ligji ka treguar se SPAK-u, pra që është një autoritet vendor, ka cënuar edhe politikanë të ndryshëm për sa i përket kësaj çështje publike, për shkak se janë futur interesa, janë bërë afera të ndryshme publike, të cilat kanë përfshirë vendin dhe ne jemi në këtë status quo që ndodhemi në ditët e sotme. Faleminderit. Po, por unë mendoj që shumë sot, domethënë që janë në parlament shumë politikanë ose njerëz të cilët janë të suksesshëm, mendoj se kanë arritur këto në anë të korrupsionit. Në anë të korrupsionit ose edhe pa aftësive që ata mund të kenë dhe mund të kenë arritur rrugë të suksesshme, të cilët edhe mbase nuk i meritojnë. Këto pra duhet të përligjet fakti se ata nuk i meritojnë, por në vetvete në praktik kjo është kundrejta logjike. Pra ne mund të tregojmë se kjo pra mund të flasim me fjalë të mëdha, të tregojmë edhe standarde të ndryshme të jetesës, të përcaktojmë ato vlera morale që duhet jetojmë dhe të bëhemi qytetarë të denjtë të këtij vendi, por pavarësisht ne duhet të tregojmë me rrënjë të thella se vetë funksionimi i të gjithë organeve kushtetuese në këtë vend nuk funksionon. Pra, kjo bëhet edhe për këtë shkak. Një nga statistikat e tjera mund të përmendim dhe onkologjikun. Pra, këtij shteti ka ndodhur disa ndryshime të thella ekonomike, jo vetëm për aspektin e një ndryshimi të tranzicionit që ka ardhur shtojc, mund të themi pas viteve 90, por edhe të gabimeve të ndryshme politike. Në qoftë se do të përmendim onkologjikun, pra aferat cilat kanë ndodhur atje, integrimin e punës apo dhe
përcaktimin e përfitimeve personale për shkak të vonesave të përballjeve me vetë kostot e ndryshme. Është raportuar edhe nga televizioni privat Top Channel se kjo ka parashtruar edhe një si mund të themi një mashtrim publik apo dhe një skandal i cili ka treguar fare mirë dhe qartë në cilin ne ndodhemi në nivel të degradimit, jo vetëm të mjekësisë publike e cila gjithmonë po privatizohet, po kalohet në atë të faleminderit. Sigurisht mund të kemi edhe një shembull konkret që në Shqipëri kemi shumë vdekje të fëmijëve apo të rritur nga paaftësia që mjekët apo infermierët mund të kenë, dhe kjo për mendimin tim është një gjë shumë e tmerrshme, të marrësh jetën e një fëmije ose një të rrituri, për mendimin tim nuk është një gjë e drejtë. Që ti të futesh në punë dhe nuk je jaftë për atë që bën, Po, pra mendoj se meritokracia, si thotë ju, është një vlerë tepër e rëndësishme dhe një tipar kryesor i cili përcakton edhe vendimarrjen në ditët e sotme apo në jetën e secilit individ, por pavarësisht kësaj ne duhet përmendim disa fakte të tjera, të cilat tregojnë të kundërtën. Pra, meritokracia bie poshtë dhe cënohet, cungohet, gjithmonë ajo përfiton ajo pjesa e shoqërisë materiale, e cila në vetvete nuk ka atë statusin logjik për kalimin nga një profesion në profesionin tjetër dhe për përfitimet si mund të themi në karrierë. Pra, duke përmendur Raiffeisen Bank është një nga bankat kryesore shtetërore e cila pretendon se jep pjesën më të madhe edhe të buxhetit shtetit për sa i përket fondeve të administratës. Kemi hipokrizi në këtë rast për shkak se edhe nëpërmjet kredive afat buta të cilat përcaktohen si të gjelbra, ajo nuk ka një vendim kryesor dhe të fuqishëm për sa i përket politikanëve. Dhe në këtë mënyrë ne mund të themi se qarkullon dhe leku i pisët, qarkullojnë ato mandate të fshehura të cilat të politikanët në vetvete i kanë marrë për ato përfitime të pakta personale dhe për krijimin e një jetë luksi, ku kemi një shtresë të marginalizuar në ditët e sotme dhe cila jeton si mund të themi në cënime të vogla dhe në cungime materiale që nuk përballon atë 200.000 lekshin i cili është përcaktuar edhe si kuota përfundimtare për jetesë dhe për të pranuar dhe atë jetesën e vogël në ditët e sotme. Më vjen keq për këtë realitet. Atëherë siç e dim nga të 11 maj janë zgjedhjet dhe shumë shpesh kam hasur që votat mund edhe të bëhen me korrupsion, që të shumë politikanë paguajnë domethënë për votat e tyre që ata arrijnë sukseset që ata duan, duke u dhënë shpesh individëve të cilët rroga e tyre mund të jetë minimale dhe mund të bëjë përshtypje ajo pak që ata, ajo shuma që ata mund të vendosin në zarfat që për të blerë votat që ata duan. Kjo është gabimi sepse çdo kush ka të drejtë, jemi demokraci, ka të drejtën e fjalës, të votës, të jetesës. E dëgjova, pra mbarova. Po, faleminderit. Faleminderit, një duar tërkit. Mirë. Ja ku jemi tani, të të zbulojmë edhe rezultatin edhe komentet për shtypjet që do të ketë juria përse i përket performancës që patët gjatë këtyre 2 sesione debatesh. Unë dua t'ju falenderoj, t'ju përgëzoj Shkollën Dindim Bishani sepse ka për herë të parë dhe e ndjet nevojshme që t'ju përgëzoj në sensin e mirë të fjalës sepse të marrësh pjesë në një kampionat, siç është kampionati kombëtar i debatit që zhvillohet prej 8 vitesh, nuk është e lehtë, por nga ana tjetër emocionet bëjnë veta dhe është e mirë kuptueshme e gjithë performanca juaj, kështu që mos u ndjeni të si ta them, në siklet apo ju bët një performancë të mirë. Rezultati do t'rregoj pikët. Në këtë fazë nuk kemi të eliminuar, sepse kjo është faza e debateve rajonale dhe skuadrat që do të vazhdojnë më pas kampionatin janë ato që do të grumbullojnë më shumë pikë. Pra 16 skuadrat me më shumë pikë do të kenë shansin për të vazhduar fazën tjetër të kampionatit. Fjala është për jurin. Po. Atëherë,
roli jonë është pak më i vështirë se sa i kreshnikut në këtë rast, sepse në qoftë se do na duhet të bënim vetëm lëvdata, do ishte çik rol më i vështirë akoma, por gjithsesi unë do përgëzoj dy zyshat për punën që kanë bërë, sepse normalisht nuk është e thjeshtë të merresh me nxënësit dhe nuk është e thjeshtë të sjellësh një debat në nivele të mira, që dëgjuam. Do inkurajoja vajzat e Didim Bushanit të punonin akoma më shumë, sidomos në nivel argumentash. Dua të theksoj dy nga vajzat që më pëlqejnë shumë, argumentin që solli dhe faktet që cituat, vajza e tretë dhe vajza e tretë në anën tjetër, që më pëlqeu shumë niveli argumentimit dhe faktet që ju sollët, sepse bëri të kishit një peshë goxha të lartë për skuadrën tuaj. Ndërsa për Janaj Shkilicën dua të përgëzoj gjithë grupin sepse kishit punuar shumë mirë. Faktet, argumentat, për parashtrimi i gjithë konkluzioneve që u sollët na pëlqeu vërtet shumë. Dua t'ju inkurajoj që të punoni akoma më mirë në fazat e ardhshme, sepse normalisht duke i pasur tema dhe duke i përgatitur ju bën të mundur që ju të ulëmtoni akoma më shumë dhe të jeni akoma më shumë bindes. Një faktor që do doja që t'i kushtoni të rëndësi është edhe niveli i komunikimit dhe mbi të gjitha dëgjimi aktiv. Siç e vu Rene ju të roqën vëmendjen 2-3 herë, sepse në momentin që një nga anëtarët e grupit flet dhe ju bisedoni, është shumë e vështirë nga ana jonë që të kuptojmë faktet apo argumentat që sillen nga kolegu juaj. Prandaj është shumë e rëndësishme që të dëgjoni me kujdes dhe pastaj të arsyetoni apo të argumentoni rreth asaj çfarë ana tjetër apo pala tjetër ju parashtron. Në këtë lloj forme do keni dhe një debat akoma më të mirë. Ju përgëzoj, ju uroj shumë suksese dhe mundohemi akoma më shumë të përkushtohemi për vitin tjetër. Okej? Do të thoj për debatin tjetër. Nuk kam mbaruar këtë vit akoma. Përshëndetje, ju uroj suksese të dy shkollave për punën që keni realizuar, gjithashtu edhe zyshave. Unë dua të qëndroj pak më shumë objektive se sa Eliverta qëndroi, duke fokusuar kryesisht tek pjesa gjëra më e rëndësishme ishte përdorimi i argumentave, siç e vut re, që mungesa e argumentave sjell edhe këtë pjesën e mangësive për t'ju përgjigjur ose kundër ju përgjigjur kundërshtarit. Është e mira që të kemi argumenta bindse, të kemi argumenta të forta dhe të jemi dëgjues të mirë, sepse duke qenë dëgjues të mirë, atëherë ne arrim të kemi një komunikim shumë më të saktë dhe mund të dim të kapemi me argumentat dhe kundërargumentat që kolegu na thot në këtë diskutim, në këtë debat. Një gjë tjetër që unë do doja shumë që ju ta ndryshonit, të dy skuadrat, është pjesa emocionale. Duhet të eliminoni pak të pjesën e pushtimit të emocioneve, sepse ju të dy skuadrat kishit emocione, por në momentin që ju i kontrolloni këto emocione, jeni më argumentues, më i dilni përballë pjesës së fjalëve që ju citoni normalisht. Dhe ju atë citoj edhe Eli, ajo që më tërhoqi edhe mua vëmendje, ishte ajo pjesa e diskutimit që u bënit në momentin që fliste, sidomos kur u bë diskutimi midis dy liderave. Grupi duhet të dëgjojë dhe duke i dhënë argumentat në mënyrë të heshtur për të ndihmuar liderin. Kështu që duhet të jeni paksa më të vëmendshëm dhe nuk duhet të diskutoni në momentin që shoku juaj flet. Por që ju përgëzoj, sepse keni bërë një punë të mirë, ishit përgatitur të dyja skuadrat, ju uroj suksese dhe shpresoj të dilni mirë edhe në debatet e tjera. Përshëndetje, besoj dy kolegët e mia i thanë të gjitha çfarë duhen thënë në lidhje me debatet që ne sapo dëgjuam. Më lejoni vetëm t'ju them shumë përgëzime të dy skuadrave dhe në veçanti shkollës mesme Didin Bishani. Si çdo herë e parë, sigurisht që vlen shumë për përmirësim dhe ju du ta merrni këtë si eksperiencë që në debatet e tjera i përforconi të gjitha kritikat ose të gjitha këshillat më shumë se sa kritikat që dy kolegët dhanë. Nga ana tjetër doja të theksoja edhe diçka për shkollën e mesme Janaj Shkilica, pash që në dy debatet, edhe në nivel grupi, edhe në nivel lideri, ishte një bashkëpunim, po jo nga gjithë anëtarët e grupit. Duhet ta kuptoni. Ne kemi një shprehje që e themi zakonisht në jetën tonë përditshme, themi dy mendje bëjnë një gjysmë mendje. Bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm. Keni parasysh, nuk mund të jepni argumente, nuk mund të shkoni larg, nuk mund të shkoni lart, në qoftë se nuk shkoni gjithë bashkë.
qoftë të gjithë për një, qoftë një për gjithë. Kështu që keni parasysh këto. Vlen për të dy skuadrat. Po duke qenë ishit më kompakt në nivel grupi skuadra e Didin Bishanit. Nuk do ndalem shumë gjatë ju them, do doja shumë që të shtoni pak humor në argumentat edhe në debatet që ju bëni, të shtoni pak fraza të përdorshme dhe të këndshme në argumentet që ju jepni. Jo të t'i listoni argumentet me të njëjtin zë nga fillimi deri në fund, është shumë e rëndësishme intonacioni, nuk duhet shkoni më lart se sa duhet, nuk do të ta mbani zërin më të ulët se sa duhet. Domethënë, debati ka një patos, ka një ndjeshmëri që ty të bën të japësh më të mirën tënde. Mirë, nuk po ndalem më gjatë. Shkolla Didin Bishani ka arritur të mbledh 153 pikë, ndërsa shkolla Janat Shkilica ka arritur të mbledh 227 pikë në këtë fazë. Një duar tërkitje. Pra, dua t'i rikujtoj edhe një herë pikët. Janat Shkilica 227 pikë dhe shkolla Didin Bishani 153 pikë. Keni parasysh që pikët në total janë 300 për secilin debat, pra. Secili nga anëtarët e skuadrës ka në kompetencat e tija, të themi, në thonjza 100 pikë. E thash dhe njerë, nuk jemi në fazë eliminatore, kjo do të thotë që në fund të procesit të gjitha debateve në fazë rajonale, do të zbulojmë edhe 16 skuadrat që kualifikohen në fazën tjetër. Shumë suksese të dyja skuadrave.